Çdo të mirë që bën në këtë dynja, shpërblimin do ta gjesh tek Allahu i lartësuar në ahiret. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Wa aqimus salata wa atuz zakah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah." Faleni namazin, jepeni zakatin. Çfarëdo të mire që të bëni për shpirtin tuaj, do ta gjeni tek Allahu. Vllai nderuar, motër e nderuar, fale namazin në formën më të mirë. Jepe zakatin, nëse e ke detyrë zakatin. Mundohu të bësh vepra të mira dhe je i sigurt, je i bindur se çdo të mirë që bën këtë dynja, ke për ta gjetë tek Allahu i lartësuar. Nuk humbet asgjë. Shpërblimi është tepër i madh në botën tjetër. Xhennet, gjerësia e të cilit është sa gjerësia midis qiejve dhe tokës. Elus Allahun e lartësuar që të na bëj prej atyre që i zbatojnë urdhrat e Zotit gjithësisë. Na bëj prej atyre që bëjnë vepra të mira në këtë dynja, e gjejnë shpërblime të shumta në botën tjetër. Amin.